Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshiruesit, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dashurin e Allahut dhe dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtaret që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar teleshikues, jemi sërish së bashku në emisionin Dlirësia, një emision i cili synon që çdo besimtar dhe besimtare të arrijë qëllimin për cilin Zoti e solli profetin dhe dërguarin e tij në tokë, që njerëzit të dinë si të jenë adhurues të Zotit dhe të jenë të lirë dhe të pastër në shpirtrat e tyre, në të brendshmën dhe në padukshmen e tyre. Tashmë do të nisim një cikël të ri brenda ciklit të dlirësisë. Dhe ky cikël i ri ka të bëjë pikërisht me operacionin e dlirësisë, që do të thotë ne tashmë do ta trajtojmë jo më në terma të përgjithshëm, por do të futemi konkretisht në mënyrën se si duhet të arrijmë dlirësinë. Bëhet fjalë për një proces që quhet takhliyatun wa tahliya. Takhliyatun wa tahliya, që do të thotë në gjuhën shqipe shkulje ose largim dhe mbjellje zbukurim. Gjithmonë flitet për zemrën, sepse zemra është baza e çdo gjëje. Nëse zemra rregullohet gjithçka. Ala wa inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Në trupin e njeriu ndodhet një organ, nëse ai rregullohet gjithë trupi i njeriu dhe përmirësohet, e nëse ai prishet dhe shkatërrohet, do të thotë se gjithçka tek njeriu do të prishet dhe shkatërrohet. E që zemra të rregullohet dhe të pastrohet, e që zemra të dlirësohet, duhet që ne ta pastrojmë nga barrat e këqija. Duhet që ta pastrojmë nga çdo gjë që rrezikon jetën e zemrës ose dëmton shëndetin e saj ose i prish harmoninë. Dhe mbasi ta kemi pastruar, mbasi ta kemi punuar mirë, atëherë na mbetet që ta mbjellim me të kundërtat e virtyteve apo cilësive apo gjërave që ne kemi shkulur prej saj dhe kemi pastruar. Dhe kështu zemra pastaj do të funksionojë ashtu siç duhet dhe do të jetë më të vërtet orientuesi i njeriut në këtë rrugë që do të na çojë të gjithë dhe padyshim një ditë tek Zoti i gjithësisë. Innama tu'aduna la'at. Çdo gjë që ju është premtuar, patjetër që ju do ta takoni, thot Zoti i gjithësisë, dhe prej premtimeve që Zoti neve na ka dhënë është se një ditë do ta takojmë Allahun xhalla xhelaluhu. Atë ditë takimi nuk do të jetë një takim i lehtë, por do të jetë një takim me Zotin e gjithësisë. Gjë që prej nesh kërkon të jemi të rregullt, thot Zoti në Kur'an: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Atë ditë ku nuk bën dobi çka ka mbledhur njeriu nga jeta e kësaj bote prej pasurive, as trashëgimtarët pas ardhsit, po zemra e shëndosh. Lut Zotin që zemrat tona të jenë të shëndosha, për këtë arsye dhe ne duhet punojmë dhe duhet i kushtojmë rëndësi përmirësimit, rregullimit, dlirësimit të zemrave. Atëherë, procedura që ne do të ndjekim do të jetë në këtë cikël të dytë emisionesh, do të jetë shkulja dhe mbjellja, largimi dhe zëvendësimi. Shkulja e çdo të keqeje dhe mbjellja e çdo të mire, largimi i të këqijave dhe zëvendësimi i tyre me të mira. Më lejoni të shkojmë diku larg një ngjarje që ka ndodhur në kohën e profetit Muhammed alayhi salatu wassalam. Pothuajse të gjithë besimtarët që lexojnë Kur'anin dhe lexojnë gjatë leximit të Kur'anit një kapitull që quhet Suratun Nur, kapitulli i dritës.
Aty Zoti flet për një ngjarje tragjike me të cilën është sprovuar vetë profeti i fundit Muhamedi alayhi salatu wasalam. Në këtë ngjarje akuzohet nëna e besimtarëve. E sinqerta, bia e sinqertit, Aisha radhiyallahu anha, akuzohet për diçka që gati sa nuk u çan malet dhe nuk u ça toka, për akuzën që u bën ndaj gruas së profetit, ndaj nderit profetit alayhis salatu wasalam. E Zoti i gjithësisë zbriti një faqe nga Kurani në surën An-Nur, ku Zoti deklaron se ajo është e pastër, e ndershme, sepse kështu duhet të jetë imazhi dhe nuk mund të jetë ndryshe imazhi i familjes së profetit alayhi salatu wasalam. Mirë po, në këtë ngjarje normalisht duart e fshehta ndërhyn, hipokritët e Medinës, munafikët e Medinës ndërhyn dhe i bën njerëzit që dyshojnë. Dhe viktim, gjithmonë ka viktima, viktim ra njëri prej miqve të ngushtë të Ebu Bekrit. Ai quhej Mistah. Nga që njerëzit flisnin dhe flisnin dhe flisnin, munafikët e Medinës, pra dy fytyrshat e Medinës, folën dhe Mistahu, duke dëgjuar vetëm një palë, tha e po kështu qenë. Dhe kur i shkoi lajmi Ebu Bekrit, babait të Aishës radhiyallahu ta'ala anhuma, Zoti qoftë i kënaqur për të dyve, normalisht që Ebu Bekri nga pasuria e tij kishte përcaktuar një rrogë ose një pagë, një asistencë mujore për Mistahun, pra personin fjalë. Dhe në momentin që zbriti pastërtia nga Zoti i gjithësisë në Kur'an, dhe Ebu Bekri kuptoi që kjo kishte qenë një shpifje ndaj bijës tij dhe gruas së profetit, nënës së besimtarëve, Ebu Bekri mori një vendim. Dhe ky vendim ishte të ndërpres ndihmën ekonomike Mistahut, sepse ai nuk e meriton. Se është ndryshe kur dikush ka prezantuar diku dhe dëshmon, kjo është normale dhe obligohet që të dëshmojnë për të vërtetën, por që të mbart fjalët e njerëzve dhe të shes si të vërteta, kjo është problem. Sidomos kur bëhet fjalë për nderin e profetit sallallahu alajhi wasallam, për bashkëshorten e profetit sallallahu alajhi wasallam. Zoti i gjithësisë zbriti një ajet kuranor ku trajton këtë situatë. Thot Zoti: "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a." Nuk kapse të heqin dorë bamirësit nga mesi juaj, nëse dikush gabon ose mëkaton. A nuk doni ju që t'ju falë Allahu? Ebu Bekri kur e dëgjoi këtë ajet kuranor, pati një përgjigje. Tha: "Bela ya Rabbi, po Zoti im, dua që të më falësh." Dhe vazhdoi, ja riktheu edhe një asistencën dhe ndihmën ekonomike që i jepte Mistahut, dhe kështu vazhdoi derisa Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala ka qenë gjallë në jetën e kësaj bote. Ky është, si më thënë, një shembull interesant që tregon vlerësinë e shpirtit, madhështinë e zemrës, gjerësinë e gjoksit të Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu. Ky është një prej shembujve më të lartë të vlerësisë që neve na ka lënë Islami si trashëgimi. Dhe që ka kërkuar prej muslimanëve që të jenë në këtë rrugë, në rrugën e Ebu Bekrit, me shpirt të madh, falës dhe tolerant. Atëherë nëse besimtari është i dëlirë në shpirtin e tij, do të jetë si Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Zoti na bëf për këtyre njerëzve. Më tutje, Zoti përmend diçka shumë interesante. Thot: "Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahad." Është mëshira e Zotit dhe mirësia e tij, se ndryshe
askush prej jush nuk do të kishte arritur dëlirësinë e shpirtit dhe të zemrës. Dëlirësia e shpirtit dhe e zemrës nuk është e lehtë. Është një procedurë që zhvillohet mbas lodhjes dhe mundit. Është një rezultat i cili ka nevojë për derë të djerse, ka nevojë për mundim. Dhe normalisht që të arrihet një gjë e tillë, duhet që besimtari të punojë pa ndërprerje. Për këtë arsye dhe njerëzit e dlirë nuk është se janë shumë, ata të dlirët e plot, sepse çdo musliman është i dlirë përderisa ka pranuar Allahun si Zotin e tij dhe është adhuruar si Zotit, ai është i dlirë, mirëpo vetë dlirësia, siç e kemi përmendur edhe herë tjetër, është me shkallë. Thot Zoti: "Walaula fadlullahi aleikum wa rahmatuhu", mos të ishte mëshira e Zotit dhe mirësitë e tij ndaj jush, askush nuk do të ishte i dlirë. Për këtë arsye thon komentatorët dhe dietarët e Islamit që dëlirësia e zemrës dhe e shpirtit mbi të gjitha është dhunti dhe mirësi e Zotit. Dhe ne atë duhet ta kërkojmë prej Zotit. Si ta kërkojmë prej Zotit? Ashtu siç e kërkonte profeti Muhammed alayhi salatu wasalam. Ai lutej Zotit duke thënë: "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha." O Allah, o Zoti im, më jep devotshmërinë që më duhet, më pastro dhe më dlirëso zemrën, se ti, o Zot, je ai që ke në dorë gjithçka. Profeti i Zotit Muhammed alayhi salatu wasalam i lutej Allahut që o Zot më dlirëso zemrën dhe shpirtin. Edhe ne duhet i lutemi Zotit xhalla xhelaluhu dhe duhet ta kërkojmë prej Zotit xhalla xhelaluhu një gjë të tillë. Normalisht që zemra preket nga smundje dhe ne kemi pas, si më thënë, një emision të veçantë për smundjet e zemrës. Mirëpo në këtë cikël të dytë të emisionit ton dëlirësia do të futemi më në detaje, sepse do të trajtojmë pikërisht këto probleme të zemrës. Ka prej smundjeve të zemrës cilat bien ndesh me njëshmërinë, me tauhidin. Ka prej smundjeve të zemrës smundje që bien ndesh me asketizmin. Ka prej smundjeve të zemrës smundje që bien ndesh me edukimin e besimtarit dhe përjetimin e emrave dhe cilësive të Zotit. Dhe ka prej smundjeve që bien ndesh me përjetimin në jetë të virtyteve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, prej smundjeve të cilat bien ndesh me tauhidin, pra ose me njëshmërinë, me njësimin e Zotit, është idhujtaria, mosbesimi, kufri, syfaqësia, dëshira për të pasur famë. Prej smundjeve që bien ndesh me asketizmin është dëshira e njeriu për të dukur, dëshira e njeriu për të qenë i parë udhëheqës, dëshira e njeriu për të arritur në çdo mënyrë mirësitë e kësaj bote pa parë rrugën si shkon deri aty. Për smundjeve që bien ndesh me përjetimin dhe përkthimin në jetë të emrave të Zotit dhe cilësive të Tij është mungesa e mëshirës, humbja e durimit. Për smundjeve që bien ndesh me përjetimin në jetë të virtyteve të Muhamedit alayhi salatu wasalam është për shembull zemërimi, hakmarrja, gjëra që profeti sallallahu alajhi wasallam nuk i ka pasur dhe normalisht që ne si musliman duhet jemi të kujdesshëm. Ne mund të themi në përgjithësi, domethënë smundjet e zemrës janë smundje që dëmtojnë jetën e zemrës, siç është idhujtaria, dhe janë smundje që dëmtojnë shëndetin e zemrës, që janë gjunahet, mëkatet, dhe janë smundje që thjesht e trazojnë zemrën, siç janë smundje që kanë bën
me sjelljen, me edukatën, me normat e etikës. Le të kthehemi edhe një herë tek ajeti kuranor, që edhe ngjarja që ne cituam në fillim të emisionit. Në këtë ngjarje përmenden disa gjëra shumë interesante, që është lidhja me Zotin. Në këtë ngjarje përmendet fakti i ruajtjes së gjuhës. Në këtë ngjarje përmendet fakti i mospërhapjes së të keqes në mesin e besimtarëve, pa qenë i sigurt, po edhe nëse sigurohesh nuk ke pse ta përhapësh të keqen. Në këtë ngjarje përmendet gjithashtu se falja, mëshirimi dhe toleranca janë prej treguesve të lirësisë dhe pastërtisë së zemrës. Zemra, si çdo organ në trupin e njeriut, ka një funksion, si më thënë, të pamohueshëm për sa i përket anës fizike dhe mekanike ose pjesës së materjes në trupin e njeriut. Mirë po, edhe në anën shpirtërore, zemra ka një pozicion shumë të rëndësishëm dhe shumë të veçantë. Ashtu siç njeriu, për sa i përket zemrës së tij fizike, mund goditet me smundje dhe me probleme, po kështu edhe zemra e tij shpirtërore mund goditet. Për këtë arsye dhe besimtari duhet të ketë parasysh se në momente të caktuara zemra mund të përballet me situata të tilla që, domethënë, mund ta shuajnë dritën që buron nga zemra dhe të lirësinë e zemrës. Në situata të caktuara mund të mbushet zemra e tij me errësirë. Në situata të caktuara mund mbushet zemra me pasim ndaj dëshirave dhe epsheve apo hapave të djallit mallkuar. Në momente të caktuara zemra hutohet dhe neglizhon, dhe kjo e bën atë që të humb kapitalin e jetës së kësaj bote, që është jeta e tij. Pra, duke e harxuar kohën në gjëra të cilat nuk janë ose nuk kthehen në dobi për të. Për këtë arsye edhe ky cikël i dytë i emisionit do të jetë pikërisht për të trajtuar në detaje këto probleme, dhe është më se normale që si fillim ta nisim me atë më të rrezikshme që ka të bëjë me zemrën, që është pjesa e humbjes së dritës së zemrës, ose i atyre smundjeve të cilat shkatrojnë tërësisht jetën normale në zemër. Dhe do të jetë takimi sot, inshallahu taala, në lidhje me mosbesimin dhe ngjyrat e mosbesimit, hipokrizinë dhe ngjyrat e hipokrizisë, bidatin dhe ngjyrat e bidateve, sepse këto të treja shkatrojnë zemrën tërësisht. Lut Zotin që të na bëj për atyre njerëzve për cilët Zoti thotë në Kur'an, dëgjojnë dhe pasojnë të vërtetën. Do të niset kjo maraton emisionesh pikërisht me mosbesimin, ose thënë ndryshe kufrin. Po se trajtohet kaq e rëndësishme kjo temë? Trajtohet si e rëndësishme se nëse njeriu nuk ka besim në zemër, do të thotë se kemi të bëjmë një zemër krejtësisht të pajetë. Jo të pajetë me kuptimin që njeriu është i vdekur, po me kuptimin që jeta e shpirtit mungon të këta njerëz. Do të thotë se zemra nuk i jep funksionet e duhura për sa i përket lidhjeve me Zotin, raporteve me Zotin. Kështu që ne nuk mund të kërkojmë prej një zemre të tillë, nuk mund të kërkojmë asgjë. Për këtë arsye, një rregull thotë: lejse ba'del kufri dhanb. Nëse njeriu është jo besimtar, nëse njeriu është kafir, pra, jo besimtar, prej tij mund të pritet gjithçka. Jo si justifikim, po aq që kemi të bëjmë me zemra të vdekura. Për këtë arsye,
mua personalisht, pavarësisht se na dhem shpirti kur dëgjojmë në faqen e parë, kur dëgjojmë nëpër media ose kur lexojmë nëpër gazeta në faqen e parë krime nga më makabret, të cilat nuk kanë qenë prezente në shoqërinë tonë, normalisht përveç faktit që na dridhet shpirti, na rënqethet mishi dhe themi as sikur mos i dishim ngjarje të tilla, as sikur mos përhapeshin ngjarje të tilla, po mua nga ana tjetër, me të thënë drejtën, nuk më bën shumë përshtypje që njerëz cilët nuk besojnë bëjnë akte të tilla. Pse? Sepse zemra të vdekura, zemra që nuk funksionojnë, ai kur mohon Zotin, të spranon Zotin, i cili e ka krijuar, i cili e ka furnizuar, i cili ka dhënë gjithçka, i cili ka dhënë shikimin dhe dëgjimin, i cili ka dhënë shpirtin dhe zemrën, ai Zotin nuk do ta njohë, ndaj Zotit nuk do të jetë mirënjohës. Ai tregon mos mirënjohë ndaj Zotit. Atëherë çfarë pret për këtë njeriu në jetë? Çfarë pret që të jetë ky njeri me prindërit? Çfarë pret që të jetë ky njeri me fëmijët? Çfarë pret që të jetë ky njeri me farefisin? Çfarë pret? S'pritet asgjë prej tij. Mosbesimi ose kufri ka të bëjë me ekzistencën e Zotit ose mos ekzistencën e tij, që do të thotë nëse dikush nuk beson në ekzistencën e Zotit, normalisht që është jo besimtar. Po jo vetëm kaq, njeriu është jo besimtar dhe kur nuk e pranon Islamin si fe. Pra i thotë ka Zot, po unë nuk e pranoj Islamin si fe, në këtë rast prapë quhet jo besimtar. Njeriu quhet jo besimtar atëherë kur nuk e pranon Kur'anin si librin e Zotit, të ruajtur nga Zoti siç e ka zbritur. Atëherë kur nuk pranon profetin Muhammed a.s. si dërguar të Zotit, atëherë kur mohon gjëra të njohura që janë prej Islamit dhe prej fesë. Për shembull, thotë alkooli nuk ka problem. Dihet që në Islam s'njihet alkooli, pra me kuptimin e alkoolit është ndaluar. Njeriu mund ta pi dhe quhet gjunaqar, quhet mëkatar. Mirë, po që thuash jo, s'ka problem, është halal. Atëherë, ky është një problem shumë i madh, që ka të bëjë me atë që quhet mosbesim. Sepse në Islam, nëse një njeri mohon diçka prej gjërave të njohura të Islamit, prapë quhet jo besimtar. Nëse ai normalisht që këtu ndikon edhe vetëdijësimi i njerëzve mbi çështjet e fesë, informacioni mbi çështjet e fesë. Prej mosbesimit gjithashtu është që njeriu të bëj diçka që bie ndesh me fjalën la ilaha illallah. Janë shumë veprime që sot njerëzit e bëjnë, por që faktikisht këto veprime bien ndesh me fjalën la ilaha illallah. Për shembull, adhurimi i varreve, i tyrbeve, vajtja nëpër kisha të ndryshme siç shkojnë disa prej muslimanëve me qëllimin që t'ju ecë mbar etj, siç ndodh me kishën shënënojnë, apo vajtja në vende të ndryshme ku njeriu kërkon, shpreson, bën atje adhurime dhe akte të ndryshme të cilat i takojnë Zotit, kërkon prej krijesave apo prej gurve apo prej drunëve që t'ia sjellin mbar apo t'i ecë mbar. Nëse besimtari pranon që diçka që është ekskluzivitet i Zotit mund ta bëjnë dhe krijesat përsëri, edhe në këtë rast del nga feja dhe besimi. Nëse i dedikon diçka që duhet i dedikohet Zotit dikujt për krijesave, kushdo qoftë kjo krijesë, edhe profeti Muhammed sikur të ishte, përsëri ai del prej feje. Kur beson se dikush për krijesave gëzon atribute dhe cilësi si të Zotit, atribute, virtyte hyjnore, dhe në këtë rast del nga feja dhe besimi. Pse i kushtohet rëndësi kësaj pjese? I kushtohet rëndësi kësaj pjese sepse nëse do të flasim për tezkije, nëse do të flasim për lirësim, atëherë kur ka mosbesim nuk flitet për këtë temë. Zoti thotë në Kur'an: "Innaka la tusmi'ul mauta." O Muhamedi thotë, ti nuk mund t'i bësh të vdekurit të dëgjojnë. Pra ai që ka vdek zemra, nuk bëhet fjalë që të flitet pastaj për detaje të tjera. Atëherë gjëja më e rëndësishme që njeriu duhet shkul nga zemra e tij është mosbesimi.
dhe mosbesimi është ky që ne folëm për të, po ka edhe një lloj mosbesimi tjetër që është mosbesimi vepror. Ai ishte teorik, në teori, ideor, pra mosbesimi ideor, dhe kemi një lloj mosbesimi tjetër që është mosbesimi vepror. Pra njeriu mund bëj disa veprime ose mund thot disa shprehje, të cilat nuk e bën njeriu që të jetë mosbesimtar ideor, pra qafir i dal nga feja, po mosbesimtar me kuptimin e veprorit, pra bën disa vepra që nuk i shkojnë një besimtarit vërtet, siç është për shembull betimi në emrin e dikujt tjetër përveç emrit të Zotit, ose siç është për shembull syfaqësia për cilën ne do të kemi një emision të veçantë, bërja e veprimeve që njerëzit t'ia përhapin zërin e mirë në mesin e njerëzve e kështu me radhë. Besimtari duhet ta pastrojë veten e tij nga mosbesimi dhe të gjitha ngjyrimet e mosbesimit. Dhe në momentin që e pastron veten e tij nga mosbesimi dhe të gjitha ngjyrimet e mosbesimit, atëherë vjen një moment tjetër që është pastrimi i vetvetes nga nifaku ose munafikliku ose hipokrizia, dyftyrësia dhe ngjyrimet e saj. Po kjo do të jetë pas një pauze të shkurtër inshallah taala. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ja ku kthyem përsëri për të vazhduar pastrimin nga gjërat që rrezikojnë jetën e zemrës, smundjet që rrezikojnë jetën e zemrës. Folëm për mosbesimin dhe ngjyrimet e mosbesimit. Tani do të flasim për hipokrizinë ose dyftyrësinë dhe ngjyrimet e saj. Normalisht që dyftyrësia është edhe ajo dy llojesh, ideore dhe veprore. Ideore është ajo hipokrizi ku njeriu në vetvete nuk beson asgjë, po në pamje të jashtme bën si musliman. Normalisht që kjo gjë ka ekzistuar që është në kohën e profetit alayhis salatu wassalam, jo në periudhën e Mekës, po në periudhën e Medinës, kur kishte një shtet islam, kur muslimanët besimtarë trajtoheshin, si më thënë, dhe në bazë të devotshmërisë merrnin ndoshta edhe poste, edhe përgjegjësi, dhe filloi të shfaqej hipokrizia ose ndoshta armiqtë e islamit për ditë se çfarë bëhet brenda shtetit islam, shfaqeshin si musliman në mënyrë që çonin lajme tek armiqt. Hipokrizia e këtillë është një hipokrizi e cila e nxjerr tërësisht njeriu nga feja dhe besimi, dhe kemi një hipokrizi tjetër që është hipokrizia veprore, që do të thotë njeriu bën disa vepra të cilat nuk i bën një besimtar i mirë. Siç thot profeti alayhis salam, kur flet gënjen, kur jep një premtim nuk e mban premtimin, mashtron, kur jepet një amanet dhe një përgjegjësi nuk e çon në vend ashtu siç duhet, thyn besën etj. Gjitha këto, domethënë tregojnë se kemi të bëjmë me një sjellje jo të mirë, por që faktikisht tregon lëkundje tek karakteri i njeriu i brendshëm, tek besimi i brendshëm i besimtarit. Prej problematikave të mëdha që besimtari duhet pastrojë jetën e tij në mënyrë që të jetë i lirë është bidati. Ç'është bidati? Sajesa në fe, sajes. Diçka që nuk ka ekzistuar në kohën e profetit alayhis salatu wassalam. Në fe, ky është kushti. Sajes në fe. Që do të thotë Zoti e ka mbyllur fen, në kuptimin mbyllur do të thotë që është përcaktuar çdo gjë në Kur'an dhe në traditën profetike. El-yawma akmaltu lakum. E kam plotësuar thot Zoti, e kam përsos. Profeti alayhis salatu wassalam thot men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush bën diçka që unë nuk e kam bërë, nuk e kam vepruar, është i refuzuar tek Zoti. Pra Zoti nuk ja pranon askujt diçka që nuk e ka bërë profeti alayhis salatu wassalam. Dhe normalisht sajesat në fe ose bidatet janë edhe këto dy llojesh, sajesa të cilat mund të çojnë deri në përjashtimin e njeriu nga feja, siç janë sajesat ose bidatet që kanë bën me idhujtarinë, me mosbesimin etj. Edhe sajesa të tjera të cilat janë brenda kufirit të islamit, po nuk e nxjerrin njeriu nga feja dhe besimi.
që njeriu të ruhet nga sajesat në fe, duhet i përmbahet asaj që quhet në gjuhën e Islamit ehli sunetit. Ehli sunetit do të thotë pasuesit besnik të traditës së profetit Muhammed alayhi salatu wasalam. Dhe diçka që është shumë e rëndësishme në trajtesën e bidatit është që për këtë gjë për cilën flitet se është sajes në fe, mos të ketë një fetva të dietarëve të njohur të Islamit, që quhen mujtehidin, i cili e lejon një gjë të tillë. Pra nëse është njëri prej dietarëve të Islamit që e lejon një gjë të tillë, ose thotë kjo gjë është gjë e mirë, prej dietarëve të ehli sunetit të konfirmuar, atëherë vepruesi i kësaj gjëje nuk mund të trajtohet si bidatçi përderisa ky njeri po ecën me një fetva të një dietari të madh, i cili quhet mujtehid të ehli sunetit. Vazhdimisht besimtari duhet të kontrollojë vetveten e tij se mos në një moment caktuar mund të ketë një devijim, mund të ketë një sajes, një bidat që futet në adhurimin e tij. Vazhdimisht, pra besimtari mos thotë unë mësova, kjo nuk lejohet dhe unë jam i ruajtur. Vazhdimisht duhet bëj kontroll që të jetë larg mosbesimit dhe ngjyrave të mosbesimit, larg hipokrizisë dhe ngjyrave të hipokrizisë, larg bidatit dhe ngjyrave të bidatit. Koncentrimi i mirë i besimtarit në argumentat e fesë do ta bëjë atë që të jetë në këtë rrugë për të cilën ne po flasim, do të jetë i ruajtur nga çdo problematikë. Mos koncentrimi i mirë në argumentat e fesë e çon njeriu në devijim, edhe pse ai mund të argumentohet me diçka nga feja. Për këtë arsye kemi 6 grupe, të cilat konsiderohen grupet e devijuara në Islam, dhe gjithë secili prej këtyre grupe ka 12 nën grupe që shkojnë në atë që ka lajmëruar profeti alayhi salatu wasalam. Ky ummet do të përçahet në 73 grupe, pra pasuesit e mi do të përçahen në 73 fraksione, 72 prej tyre do të jenë në ferr në zjarr dhe një prej tyre do të jetë në xhenet. Kokat ose grupet kryesore janë 6. Dhe këto 6 grupe kanë lindur shumë herët, gjë që tregon se muslimani duhet të jetë i kujdesshëm. Kemi grupimin e parë, grupimin e rafidhive ose shiitët, ata të cilët i kanë tejkaluar të gjitha kufit që Zoti ka vendosur për njerëzit në emër të dashurisë për familjen e profetit alayhi salatu wasalam. Kanë shkuar deri në ekstrem, duke besuar se Xhibrili gaboi, ishte nis për tek Aliu radhiyallahu anhu, po shkoi tek Muhamedi. Duke besuar se Kurani është i mangët, ky që kemi ne sot në dorë. Duke besuar se imamët e tyre, 12 imamët, kanë dorë gjithçka çfarë ka të bëjë me këtë botë dhe në botën tjetër. Duke besuar se Aliu radhiyallahu ta'ala anhu do të jetë ai i cili do t'i marrë njerëzit në llogari në botën tjetër. Duke besuar se 4 halifet e profetit sallallahu alajhi wasallam, 3 të parët janë në ferr në zjarr xhenemit. Duke besuar se gratë e profetit alayhi salatu wasallam janë në zjarr xhenemit. Duke besuar se njerëzit më të këqij të këtij ummeti janë shokët e profetit alayhi salatu wasallam. Kemi një grupim tjetër që është komplet e kundërta e këtyre njerëzve që janë xhawarixhet. Xhawarixhet janë ata të cilët marrin disa argumente nga feja dhe lënë shumë të tjera, duke bërë si jo besimtar ose qafir muslimanët për shkak të mëkateve. Dhe fatkeqësisht ngjyrime të tilla ndodhin edhe në këtë kohë, pra prej këtyre njerëzve, madje këta mund të shfaqen edhe në emër të ehli sunetit, Zoti i rrit muslimanët për sherrit të tyre. Prej grupimeve të humbura janë murxhiet. Murxhiet janë ata të cilët besojnë se pa e patë besimin në zemër, s'ka problem se çfarë bën, se përderisa e ke besimin në zemër, mjafton të besosh në zemër dhe kaq mjafton. Prej këtyre grupeve të humbura, të cilat janë përhapur dhe mund të kenë sot, domethënë ndikim tek njerëzit, janë ata që quhen xhebrije. Xhebrije janë ata të cilët besojnë se njeriu s'ka gjë në dorë, çdo gjë ja ka ndarë Zoti, ja ka caktuar Zoti, kështu që thjesht njeriu vjen në këtë botë dhe asgjë nuk është në dorën e tij. Kemi të kundërtën në këtyre që janë kaderit, ata të cilët thonë jo përkundrazi, çdo gjë është në dorë të njeriu, madje edhe vetë Zoti e mëson se çfarë do të ndodhë me njeriu mbasi njeriu e vepron pra ekstremi
i këtyre që ishin përpara tyre. Dhe grupimi i fundit është grupimi i Mu'tazilëve, ata të cilët në emër të logjikës i tejkaluan të gjithë kufit në emër të logjikës, sepse feja jonë në një logjikën shumë mirë, në emër të logjikës i tejkaluan të gjitha kufit duke interpretuar tekstet dhe duke shkuar kështu ose duke vajtur kështu deri në ekstreme. Atëherë besimtari duhet të jetë larg mosbesimit dhe ngjyrave të mosbesimit, larg hipokrizisë dhe ngjyrave të hipokrizisë, larg sajesave në fe, bidateve dhe ngjyrave dhe ngjyrimeve të saj, dhe i ruajtur nga këto grupe të cilat konsiderohen grupe të cilat janë të rrezikshme për një jetë të shëndosh, për një besim të shëndosh. Lut Zotin i gjithësisë, me emrat e tij të bukur, të atributet e tij të larta, na i ruaj zemrat. Lut Zotin i gjithësisë që të jemi të gjithë ne për aty njerëzve të cilët i pastrojnë zemrat e tyre nga këto probleme që janë probleme jetësore, pra që kanë bënë me funksionimin e zemrës ashtu siç duhet. Lut Allahun që të jemi të lirë të gjithë, të pastër të gjithë, të mirë të gjithë. Lut Zotin që të na falë edhe të na mëshirojë. Me kaq, po e mbyllim për të vazhduar inshallah taala me emisionet e radhës. Lut Zotin që të jeni në mbikëqyrjen e tij, dashurinë e tij dhe mbrojtjen e tij deri në emisionin e radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.